Mediat në Maqedoninë e Veriut kanë raportuar një lajm të rëndë për botën e muzikës shqiptare. Këngëtari i njohur Shpat Kasapi ka ndruar jetë në moshën vetëm 40 vjeçare, si pasojë një ataku të papritur në zemër. Lajmi ka trënditur publikun dhe komunitetin artistik, duke lënë pas shumë pikpyetje dhe dhimbje. Shpat Kasapi, i cili ndër vite u shndërrua në një nga emrat më të dashur të skenës muzikore shqiptare, nisi karrierën e tij në fillim të viteve 2000. Me stilin e tij karakteristik dhe këngët plot emocione, ai arriti të krijojë një lidhje të pazëvendësueshme me publikun në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut. Ai u bë i njohur me hite që vazhdojnë të dëgjohen edhe sot, si A më do, Valle Kosovare, Dashni pa limit, Aroma e saj dhe shumë të tjera, duke lënë gjurmë të thella në muzikën shqiptare.